Të tre të ftuarit e sotëm janë tre letra të dërguara në flasim@kryeministria.al, të cilat janë seleksionuar nga ekipi i podcastit dhe në ndërkohë, duke qenë se të interesuarit janë të shumë dhe faleminderit shumë për interesimin për të qenë pjesë e kësaj tryeze, dëshiroj t'ju kërkoj ndjes të gjithëve që nuk mund t'i ftojmë të gjithë menjëherë dhe që duhet të bëjnë durim dhe të presin. Në ndërkohë që Ergjys Vladi është themelues i Leaders on Tour, një komunitet që bashkon sipërmarrës dhe CEO në Shqipëri përmes aktiviteteve sportive dhe të networking, domethënë të vendosjes në kontakt me njëri tjetrin. Kemi listuar, thot në letën e tij, mbi 2000 antarë në platformë dhe bëjmë çdo ditë aktivitete sportive duke promovuar jetën aktive të shëndetshme dhe synojmë të arrijmë në 10.000 antarë deri në 2030. Dhe kjo është edhe një mundësi për të një ndihmë që ky objektiv i 2030-s që pas kemi të përbashkët të realizohet edhe për Ergysin. Nga ana tjetër, Roksana Novak është nga Polonia. Ajo shkruan ndoshta një shqiptar do të më quante grua, por unë ndihem edhe gocë, sepse shpirtin e kam të ri dhe dua të mbetem e tillë për herë, jetoj në Vlorë prej 15 vitesh. I treti është Agin Prebivaj, lindur në 1976 në Currajt e Hepur, Nikaj, Mërtur, në Tropoj, dhe nga 19 vjeç ka qenë në fshat, pastaj ka kryer shkollën pedagogjike në Shkodër, pastaj ka kryer shërbimin ushtarak dhe pastaj ka emigruar në Zvicër dhe në Gjermani, ku ka jetuar për një periudhë relativisht të gjatë dhe nga ku është kthyer për të investuar në vendlindjen e tij në Currajt e Hepur, një vend me natyrë prallore. Dhe unë jam dakord me këtë përshkrim të vendit. Atëherë jeni në një farë mënyre të tre të lidhur me natyrën, të lidhur me promovimin e natyrës, dhe po e fillojmë nga Roksana, me që kemi këtu gocë. Atëherë, unë, siç keni thënë, jam Roksana, kam 16 vite që jetoj në Vlorë. Historia e emigrimit tim ka filluar para 21 vite, kur pas që kam mbaruar një bachelor në menaxhimin e turizmit, hotelleri dhe gastronomi në Poloni, kam vendosur të emigroj, po jo të emigroj nga varfëria, nga vështirësia, po thjesht për të provuar veten si vajzë e re, për të përjetuar ndonjë aventurë. Mendoja dhe në këtë moshën pak naive që duke patur një bachelor në turizëm do iki në Itali dhe do kem gjithë dyert e hapura, hotele, restorante do më presin me punë. Emigrova me një borxh i vogël prej 1.000 eurosh, që sot më duket shumë qesharake si shumë, pa atëherë më dukeshin shumë lek. Kam vajtur në Itali dhe u përplasa direkt me realitetin e ashpër, nuk më ka pritur njëri, absolutisht. Leket kanë mbaruar shumë shpejt, brenda një muaj, dhe me shumë vështirësi, avash ja dola pastaj. Pas një vit kam filluar universitetin edhe në Itali, një bachelor në komunikim ndërkombëtar dhe mashtë këndësor në marrëdhënie ndërkombëtare dhe bashkëpunimi për zhvillim. Ditën e parë e universitetit kam takuar një çun nga Vlora. Kemi bërë universitetin bashk, pas që kemi mbaruar, kishim një dilemë. Tani çfarë do bëjmë, ku do jetojmë, ku do vemi. Si dy persona nga i shtete komuniste në Itali, duke qenë realist, nuk kishim shumë perspektiva. Shumë real dot që një person e tillë mund të bën karrierën në Itali. Dhe bashkëshorti im kishte nuhatje dhe ka thënë do provojmë në Shqipëri duke parë që shteti në zhvillim,
Unë e vendosa, erdëm këtu, dhe duhet të them brenda një natë, unë kam parë ndryshim. Ku? Andej në Itali kam qenë një gocë nga ish shteti komunist. Sa erdha këtu, jam bërë një person nga Bashkimi Evropian. Një ndryshim kolosal që nuk e kam menduar përpara. Kam filluar të dërgoja email-e duke kërkuar punë. Kam filluar punën të Universiteti Vlores, 14 vite të zëra e publikimeve dhe botimeve universitare. Tani kam një vit e gjysmë që jam asistente dekanit të Fakultetit Shëndetit dhe specialiste protokollit. Kam 8 vite. Në fillimet të mia këtu në Shqipëri më vinte shumë keq sepse njerëz më paragjykonin shumë, më thoshin po o gocë ku ke vajtur. Pse ke zgjedhur këtë shtet? Pse jeton andej? Më vjen keq ta them, po kështu ishte realisht, është varfëri, është pis, andej s'ka asnjë gjë, shteti musliman, kush e di çfarë do të ndodhë, gjithë këto paragjykime që ishin në fillim. Dhe faktikisht kur mendojmë atëre Instagrami nuk ekzistonte, në YouTube mund ta gjenim vetëm video jo Ksamilit, jo plazheve, jo Beratit, po bandave e luftës civile. Dhe unë u lodha duke dhënë shpjegime të afërm familjarëve, miqve në Poloni, në Itali, dhe thash edhe për shaka, të hap një website do filloj të shkruaj. Nuk kam menduar për një promovim i madh, një gjë e vogël. Po besoj ishte momenti, kishte shumë oreks për informacion për Shqipëri, dhe website-i për një muaj ka marrë një famë shumë e madhe. Kam qenë në disa media polake, dhe brenda një vit është klikuar, është vizituar nga 1 milion polak. Nga këtë website-i pastaj avash kam filluar të organizoj ture, kam marrë dhe licencën e guides turistike këtu në Ministri e Turizmit, dhe punoj, vazhdoj, jam mama e dy gocave. Edhe polakët kanë ndryshuar mendimin plotësisht Po, për Shqipërinë. atëre, sot jam koshente që website-i im është zhytur në detin e faqeve të tjera, profileve në social media, po prap nuk më vjen keq, kam shumë qef, mendoj që kam qenë një urlicë e vogël, dhe një tull e vogël në semelat e promovimit të Shqipërisë në Poloni. Po ti Agim? Unë në tenishin fitova bursun ishte duket e fundit, fitova bursun për në Shkodër, për pedagogjike për gjuhë të huaj. E mbarova ata dhe duke pa nevojën e familjes, desha tikja. Studiova anglisht? Po, dhe anglisht. Shkova 2-3 në Greqi, kështu pas sikur se s'deshte. Për me pa thjesht në i lek vogël për pastaj për të kaluar në Itali, se s'desha të ngarkoja familjen, se duhet paguheshin ca lekë ndaj për të kaluar ditë. Mbarova ushtrinë gjatë asaj kohe, sa 97-98 duhet ta citoj, ishin vetëm 4 ushtarë gjithë rrethën e trupojës. Na shikonin edhe si delet zeza, jo po ju pse ju shumë. Do ta përmend edhe këtë fakt, falje për orë dhe ne si ushtarë që ishim, deka ushtarakës pësoja si lloj dëmtimi. E vetmi institucion në atë kohë bëra mësur që ishte funksional, por dhe nuk u dëmtua. Në 98 mbarova ushtrinë, pastaj u largova në Zvicër, kam jetuar afër një vit. Nga Zvicër pastaj kam shkuar në Gjermani, kam jetuar rregullisht deri në vitin 2009. Them drejtën, nuk kam zemra s'm ka rrej asnjëherë të krijoj familje andaj edhe të jetoj. Vonë ta fshi Shqipërinë, nuk e di se pse. Pastaj në vitin 2014 unë hapa një kamping bashkë me ca çek, ata rastësisht e rënë curraj, kishin gatuar rrugën për theth, edhe kemi rënë curraj në fshatin tim ku kam lind. Kishin patur shtëpia 2 kashe gjitha të braktisura, po me një natyrë të mrekullueshme. Kishin kthyer në Çeki, edhe kishin publikuar ca foto, kishin një ide që të ktheshin verën tjetër, të filloshin diçka përmes sjelljes dhe studentë nga Çekia, kryesisht nga Praga. Unë krijova kontakt me ta, u takova me Aksionin Tiranë, edhe nga viti 2014 deri në vitin 2018, gjatë dimrit ai bënte rezervimet për universitetin në Çeki, edhe më thoshte mua Agim, verën që vjen do thillim kaq grupe kaq javë. Unë shkoja, bëja transportin e tyre sepse ne s'kemi as rrugë makine, thjesht ato rrugët që kanë qenë atëherë, dhe rrugët e thepisura, bëja transportin e tyre me mushkat, gjarëve që kishin ata, i mirëprisja,
kisha i bar kafe, ndaj kafe, ndaj gotë raki, ndaj kanaçe, u siguroja ndaj djath nga banorët e zonës. Nga viti 2014 dhe në viti 2018 ishte për ne ishte shumë mirë, sepse ishte sigurisht dalëndyshja e parë me shpresën se të fillojnë të lëvizin gjanat, por bashkia ka miratuar një projekt. Janë vetëm 8 kilometra rrugë, nuk do më rrugë, do thjesht do më rrugë të bardhë. Nga Kundalon Trangeti, Valbona është 30 kilometra, Çurraj do jenë 20 kilometra pastaj. Edhe i shtohet një arterje shumë e rëndësishme zhvillimit të turizmit malor. Ka shumë si ju promovoni. Ne na kalojnë me qindra mijëra turistë nga Thethi në Valbon, edhe janë me 10 bashkëdhetar që më thrasin në telefon çfarë po bëhet me atë rrugën, se duhen të kthehen, të vinë të investojnë. Pra domethënë mund gjenerohen lek. Gjithë ajo zonën e kamerturit mund të punojnë, njerëzit mund shesin produktet e tyre, mund zgjallet shpresa në atë. Rëgjës, të jenë tjetër linjë, brenda kësaj botës natyrës. Zotë Kryeminist, faleminderit për ftesën. Unë jam Ergjys Vladi nga Lura, po flitim për infrastrukturën në Lurë në okej. Mund të shkojmë tani për 1 orë 30 minuta. Vështirë bëj ajo në fund tonë, bu hap, nga këtej nga Peshkopia është hap. Po, edhe besoj dhe qarku i Dibrës Tani është pjesa nga Ndërtira që ka dhe qik punë, mos gaboj. Po, diku të 40 kilometra që po punohet me sa kam parë. Është hap si shtrat. Po, është edhe zëruar si rrugë. Ako nga punë. Po nga Peshkopia shkohet. Po. Do sa do me unis nga këtu dhe i Lurë. Po, nëse më përpara bënim për 3 orë e gjysmë, 4 orë. 3 orë, 4 orë gjysmë. Më përpara, para se gjë rrugë. Ishte ku shkoj do në Peshkopi ishte 3 orë gjysmë. Në metive, se i kene javri. Makina 4x4, që po fyrë, se e si më dhe shpet. Po, tani momentalisht shkohet për 1 orë 30 minuta, arrijet në qendër të Lurës. Duhet pas kujdes tani me pjesën e ndërtimeve dhe infrastrukturës që mos kemi pasojat e thesit ose destinacionet tjera turistike, po që kemi besim që duke qenë që janë 7 liçene më të bukura në Shqipëri, është një peizazh natyror që unë kam shoqëruar disa ambasadorë në Lurë, edhe kur nuk ka qenë rruga dhe kur është rregulluar rruga dhe është mrekulli. Një ndër vendet më perl në Shqipëri. Unë jam Ergjys Vladi nga Lura, themeluesi i platformës Leaders on Tour. Leaders on Tour ka si qëllim rrjedhimin e sipërmarrësve me njëri tjetrin nëpërmjet aktiviteteve sportive. E kemi nisur me hiking që bënim vetëm ecje në male, kryesisht në zonat të Tiranës, në male që janë për rreth diku 20 km larg qytetit të Tiranës. Pastaj fillom duke fut aktivitete ndryshme. Tenis, padel, ping-pong, volleyball, yoga, aktivitete dhe eksperienca nga më të ndryshme që sipërmarrësit kenë mundësi të lidhen me njëri tjetrin. Çfarë bëjmë ne si platformë është që krijojmë një profil online të çdo antari, bëjmë një përshkrim të biznesit dhe të shërbimeve që ky antar ofron dhe pastaj në momentin që ai vjen në një X aktivitet saktuar, bëjmë mundur rrjedhimin me personin përkatës që i bën punë. Historia ime me guida turistike, me shoqërimin e diplomatëve tuaj nis që herët me aksione pastrimi. Kam qenë i angazhuar në disa organizata mjedisore në Shqipëri, që shkonim në për X destinacione të caktuara dhe verifikonim ku ka aksione për të bërë, ku ka mbeturina për të mbledh dhe për të bërë aksione. Pastaj unë e përdorja këtë si një destinacion turistik për ta promovuar më vonë. Dhe kështu e kam nisur. Dhe me aksione të mbjelljes së fidanëve, unë shkoja si vullnetar, por në të njëjtën kohë merrja informacione dhe shumica nga qytetarët që jetojnë në Tiranë nuk e dinë që për shembull një distancë diku te 13 deri 20 kilometra janë 9 fshatra që kanë nga 5 deri në 12 destinacione turistike që mund t'i eksplorojnë. Si në fundjavë, si gjatë javës. Pastaj, në vitin 2022, kam pasur fatin të bëj guidën e parë për shoqërimin e parë për ambasadorin Johan Sattler, i Austrisë. Aty pastaj ndryshoi komplet ajo
gama e klientëve të mi, pasi gjitha referimet që ai bënte ishin kolegët e tij nga ambasadat e tjera. Dhe gjatë viteve janë diku të 22 ambasada që kemi bashkëpunime për pjesën e hiking dhe aktiviteteve në natyrë. Po tani që u ka mbyt website-i, ti çfarë bën tjetër të re, apo thjesht tash ti të mbarove mision? Ja, duke mbarova para një vit e gjysëm, më kontaktoi një shtëpi botuese shumë e madhe në Poloni, nga më të mëdhenj që merret me tematikën turistike, për të cilat kam krijuar dhe guida dhe libra që promovojnë Shqipëri. Jam shumë aktive në social media dhe vazhdoj me guidat patjetër, ja tani të shtunën që kam ditë pushim nga universiteti, kam një guid edhe që jemi akoma jashtë qëzanit. Do shkruash në guidë turistike për Shqipërinë? Jo, i kam shkruar, i kam botuar dhe para një vit. Shtëpinë e madhe botuese. Po, para një vit e gjysmë kam komunikuar vetëm online, kisha një kontrakt 3 mujosh për të realizuar këtë guidë. Dhe u bë. Po, patjetër. Se nuk e sjell të shikojnë, që ta besoj. Dhe i vetoj link që mund të vjen online. Që ta besoj. Po, Shqipen e kam mësuar shumë mirë. Unë kam mësuar, mund të stemi pas një kurs nga vlonjatën, kështu që me ndodh shpesh kur jam me guidat në Tiranë apo në Berat. Ti e flet më mirë se do jam. Me thonë, jo që je e huaj, po ti je nga Vlora. Jo më stuhet nga Vlora. Nuk mund të dukesh aq nga Vlora. Po, mësoj nga vlonjatët, me sa vështirësi arrite të kuptosh njerë si fillim se vlonjatët për vështirë të kuptosh, jo se flasin gjuhë tjetër, po sepse janë shumë. Unë, kur fillova punë në universitet, faktikisht fillova me gjuhën angleze dhe italishtën, dhe puna më ka ndihmuar shumë. Ishte direkt një zhytje në ujë thellë, kështu që s'kisha asgjë tjetër, unë them gjithmonë që kam mësuar gjuhën shqipe nga hali, sepse duhet të punoja. Dhe mësova goxha shpejt, besoj pas një viti komunikoja rrjetshëm edhe Po, tani shkruaj dhe shkresa, bëj çdo gjë, nuk kam absolutisht problem. Po, të lexuar e mësove shpejt apo pak më vonë? Po, jo, direkt, s'kisha problem. Besoj... Po, si mbas teje është më vështirë apo më thjeshtë? Ndjes pas nëna ime ka studiuar në Poloni. Ashtu. Edhe më thoshte që mësimin që ishte pjesa më vështirë e shkollës. Çfarë më kanë ndihmuar shumë kur kam ikur në Itali, e dija pak italishtën, po kjo përvoja e parë me emigrim, kisha frikë turp të flisja të bëja gabime, ndërkohë kur erdha këtu, mbase isha dhe rahur që nga emigracioni ishte përvoja e dytë dhe s'kam patur fare turp, kështu që besoj. Duhet kanë parë si nga Bashkimi Evropian. Po, edhe. Po, në ndërkohë ti vazhdon të bën guidën për grupet. Po. Po polakët janë rritur shumë si. Janë rritur, jemi pushtuar nga polakët, ku themi sidomos në jug, Saranda, Vlora, po. Ka jashtë mëse shumë polak që kanë vlerë apartamente. Vetëm në palati tim, ka 5 familje nga Polonia që kanë vlerë apartament. Dhe vinë për verë. Disa vinë për verë, ka dhe njerëz që në çdo moment e lirë vinë e kalojnë në Vlorë. Po jo pensionist. Jo, edhe njerëz që punojnë, vinë edhe për fundjavë. Nga Polonia deri në Vlorë vinë dhe nga jugu e Polonisë. Ju pëlqen? Po, i pëlqen patjetër. Pëlqen. Një mrekullueshëm. Tani do të them një gjë që më pëlqen dhe mua. Jo, pëlqen atyre se ty s'kesha bën ty. Ty të pëlqen në fshati i Burit. Jo vetëm nga këtë. Unë jam lindur në një qytet në jugun e Polonisë, Katowice, 60 km nga Krakova. Do të thënë 550 km nga Decin. Në një shtet që dieri ne shikojmë 60 ditë në vit. Kështu që jam se kjo është e mjaftueshme. Unë në Vlorën dhe kur erdha në 2009 herën e parë, ju e dini në çfarë gjendje ishte, dhe jam dëshmitar okular si e zhvilluar dhe çfarë qyteti mrekullueshëm është bërë. Dhe unë sot ndihem më shumë vlonjate shqiptare se polake, vërtet nuk e them në këtë bërlajka, po kështu ndihem. Kam 10 vite me pasaportën shqiptare. Gocat të mia po është që flasin dhe... Flasin polonisht. Po, goca e madhe dhe lexon dhe flet, e vogla duket që është huaj kur flet polonishtën, po komunikon. Çfarë vjeç e mbajt? 13-6. E madhe duket si e huaj, jo? Jo, duket si. Duket. Sepse flet vetëm me mua, kështu që nuk është dhe kaq kollaj, ishte edhe për mua një sfidë të kontrolloesha veten,
kur i flisja polonisht kur ishte e vogël. Tani nuk ka problem absolut. Po e vogla. E vogla është me vlonjatën nga babi. Po kur vinë këta polakët që vinë, që thua vinë për një, edhe qoftë edhe për një fundjavë, qa thonë për vlerën, qa ju pëlqen atyre? Kjo deti, dielli apo? Deti ushqim, diell, po i pës gjithmonë çfarë ju bën për shtëpje më shumë. Dhe kemi këtu dhe gjëra negative që mbase do flasim më vonë, po edhe gjëra pozitive. O shikoj, kur filloj tuin me polakët, vinë që me këtë ego më e madhe, i duket vetja më e mirë nga shqiptarët këtu, sepse nuk kanë shumë informacion për sa i përket histori. Mendoj vetëm Shqipëri ta vam një vend plash, palma në deti. Dhe mbushur me musliman. Po. Dhe kur kalojnë gjimditën me mua, kur i flas për historinë, kur i tregoj qoftë historinë e Skënderbeut, për fen, për çfarë lloj gjë, i shikoj njerëz të ndryshëm pas ditën e darkë kur i lë pastaj. Kanë idenë komplet ndryshe, bën si më umile përballë Shqipërisë, në krahasim me njerëz që kanë ardhur me ego shumë e madhe në mëngjes. Dhe kjo më pëlqen, më jep shumë satisfaksion. Po kur shohin muslimanë të vlorës janë kështu si latino lovers, që thonë. Ja, është një gjë shumë e bukur, unë i tregoj gjithmonë edhe në Tiranë kur bëj ture e Tiranës, edhe në Berat, kur jemi në sheshin Skënderbeut dhe kemi dhe kishën katolike dhe xhami dhe katedralen ortodokse, është një gjë për të qenë xhelos, për të një gjë që nuk përsëritet në gjithë Europë, që në Poloni nuk e njohin, që në urrejtje bazuar në fen e kemi në gjak. Të ka zbutur edhe ty Shqipëria, se... Kanë zbutur. Të ka zbutur edhe të ka bërë ty tolerante. Po, një pyetje kam këto kullat që janë atje, janë kullat vjetra në fshat, se përmende që janë kullat vjetra që janë bërtisur. Këto kullat janë dy kafshë, kanë qenë përësisht, po edhe ekzistojnë dy kafshë edhe me çati i drurit. Ti aktualisht ku jeton? Në gjatë diversë kam një camping aty në fshat, kam vjen, po në do nga bash ta kthej bujtinën. Do më thënë campingu vazhdon? Vazhdon. Vazhdon me çeket apo tani është histori tjetër? Çeket nga viti 2014 ata u shputën, sepse ai qenë sikur thash, shkoi familje. Pastaj vetëm tash vetëm nga organizimet që bëjnë dhe nga rritjet sociale. Vin tuaj. Është interes shumë? Vin shumë? Jo as shumë, sepse i pengojnë rrugët, s'ka infrastrukturë. Për shembull nga Thethi, unë kam kontakt me disa atje, duhen të vinë curaj. E ka ndodhur se kanë ngel turistat male, sepse futu rrugë pa rrugë, na është dashur të dalim, ti mbledhen gjatë darkë, sepse të kanë ngel. Se pastaj edhe sa i gjatë është për të ardhur nga Thethi? 20 kilometra rrugë mësore, por vija e orë është shumë afër, vija e orë. Jo, po sa i gjatë është në Thethi, se ata vinë këmbë. Po. Apo vinë me mushka? Jo, është vetëm këmbë. Vetëm këmbë. E sa i bie? Unë e bëj për 5-6 orë, ka njerëz që mund duan 10 orë, por aq është. Është rrugë e gjatë. Është rrugë e gjatë, e njëjta gjë është me Balbun, mund shkosh edhe në Balpoj. Mund shkosh edhe në Rakam, mund shkosh edhe në Dukaqen, në Breglumit. Në pjesë tjetër bashkisë Tërpojës, në 2000 metra ka rrugë makinë. Ne pse s'kemi kisha, po jemi ne kish. Ai vallai me thonë drejtëm Tërpojën e kemi mbështet goxha. Prandaj. Edhe ka ndryshuar shumë, unë kujtohet në fillim ishte katastrofë. Tani është realisht destinacion turistik, kur thosha unë do ta bëjmë destinacion turistik, ma poshin me dy gishta, ik, po Po ju i bat ato, se dy rrugë kishte Tërpoja, ato rrugë ishte në Kandahar. Ju i bat ato. Aktualisht sa banor ka? Aktualisht gjatë verës bën 25-30 banor, por sikur thash aty në frasën nga Australia, nga Amerika, janë gati të dinë të investojnë. Edhe e pak, po me 10 milionerë mund të investuar në X vite aty, edhe gjitha ajo zonë mund të marrin jetë, mund të shesin produktet, sikur në Balbon në Thethi. Njerëzit mund të punojnë, se edhe ishte qeveri, po nëse keni buxhetin e zvistës, ne kanë mërtuar vetëm në agroturizëm mund të investojnë. S'keni si do bëni tjetër. Ato territore atje janë rrallat gjitha, nuk diskutohet. Po edhe në Lurë ka fillu të ketë interes për të bërë investime. Lurë ka pas goxha interes edhe më përpara, por tani që është bërë rruga, duhet patjetër që gjithë shumica që janë në Tiranë të rikthehen. Se është një destinacion që nuk mund të jap mundësi që qëndrosh edhe 3 ditë, 4 ditë.
ka itinerare për të eksploruar. Kam qenë shumë në ambasadorën suedeze dhe amerikane, Leroy Kim, kemi 2 net atje. Një aktivitet hiking të liçenit, një aktivitet tjetër me një shpellë që kemi vizituar. Ka mundësi qëndrimi. Bërë një fotografi për një Instagram në Lurin, bëra. Jemi gjatë famshëm në rrjetet sociale. Suktohet. Për Vlorën po vazhdojmë punën, për Vlorën. Kemi punë akoma për Vlorën, po bëjmë tani atë pjesën tjetër të radhimës që po del bukur. Ka akoma nevojë për të bërë gjëra si duhet, për t'i pastru tamam, për t'i vendos vija tamam. Kemi edhe pjesën tjetër, kemi edhe shëtitore nga ana tjetër. Dhe faktikisht ajo do bëhet shëtitore një shëtitore shumë e gjata, nësë po them më e gjata, këtu më e gjata atje. Po ndërkohë edhe në pjesën e lumit Vlorës brenda ka shumë potencial Vlora. Kështu që shpresojmë që të përmbyllet edhe aeroporti, gjitha të shqetësimet që ka pas. Edhe do ecim në Vlorën, Vlorës ja bëm rrugën, do vazhdojmë mbështesim pjesën e marrjeve të shituat me Nika e Bërturin. Nuk diskutohet. Ju falenderoj, kemi për të Kam. çfarë Çfarë mendon që mund të bëj qeveria për industrinë e rrjedhëzimit, komuniteteve, promovimin e kësaj industrie, se për ne është industri e re në Shqipëri dhe unë jam pjesë e disa grupeve që janë në Hollandë, në Itali, edhe shoh që kanë goxha në shumë zhvillim. Mendoj që e parë që mund të bëjë qeveria është mbështesi këto bërthamat që krijohen në njerëzit. Se nuk e di çka që mund ta bëjë qeveria, por qeveria do të mbështesi bërthamat edhe ti ke një ambicie të çosh 10.000 anëtarë në 2030, por nëse ti ke një projekt të mirë argumentuar për të marrë një mbështetje financiare, qeveria mund mbështesi nëpërmjet Ministrisë Kulturës dhe Turizmit, ku brenda është dhe sporti. Dhe pastaj shef rrushën e piqet, se ne shqiptarët jemi të jashtëzakonshëm në momentin që shohim diçka, jemi të jashtëzakonshëm për ta imituar edhe për të shkuar dhe më tutje. Agroturizmi nuk njihet fare në Shqipëri. Ishte në një vend, po tashti është në një zhvillim edhe ka shumë kërkesa. Kjo paketa e maleve për shembull, ka shumë kërkesa që ne do i mbështesim dhe është bërë eksaktësisht për pronarët, por për trashëgimtarët e truaj. Nuk është bërë siç thonë, e kam bërë për oligarkët, është bërë për trashëgimtarët e truaj që nuk kanë letra, se ju aty për shembull s'keni letra në zonën tuaj, për shkak se ju nuk keni konflikte pronësie dhe i keni të qartë ku janë dhe kufice, nuk e keni, prandaj nuk e keni pranu ose nuk jeni përfshite famshme 7501 dhe ndërkohë paketa e maleve ja u jep të mundësi, sepse thjesht me një aplikim juve i drejtoheni bashkisë, vendoset për 30 ditë lista e aplikantëve për të pa a ka pretendent të tjerë për të njëjtën tokë, dhe edhe si u të ketë ajo gjëja trajtohet aty në bashkëbisedim me dëshmitarët përkatës, dhe pastaj pas 30 ditësh Këshilli Bashkiak aprovom të po, ky është. Dhe me atë aprovim aplikon me projekt edhe investon. Thjesht. Në ndërkohë që është gjynaf që të mbitet kohë me këto histori o përfshi o superfshi, në fakt aty u bë një lloj vonese që shumë veta bashkisht nuk e kuptuan tamam që fillim të peshën që ka ajo. E para, e dyta, edhe jo, se ne kemi shumë zakon të keq në përgjithësi që i komplikojmë
ligjet, i komplikojmë vendimet, edhe aty s'kishte nevojë se për shembull për mua kur i thosha, ore që kemi bërë këto zona, këtu zona aty, ore veriu është nga gjithë bashkia është paketë malesh, ku ndryshon, ma trego ti, ku ndryshon një mali në tropoj me një maj tjetër, ku ndryshon një anë me anën tjetër nga rrëpamja e strukturës. Unë e kuptoj kamza s'ka mal. E kuptoj që për shijakun ose për dursin du vendoset një zonë malore, potrinore, në sakt që po qa do ndash ti në Kukës, qa do ndash në Ndibër, qa do ndash në Tropoj, qa do ndash në Malsinë e Madhe. Ajo është gjithë paket malesh që kush ka. Pastaj është tjetër gjë, nëse ti vjen e do të investosh në një zonë të mbrojtur. Edhe aty ti mund të investosh në një po themi pujtin druri që është e lëvizshme, që nuk futesh me beton e tjerë. Po nuk e di edhe unë, shpesh në ato me kohët tona dhe është interesant kjo. Duke parë që në kohën e fundit, e shikoj që qeveria ka shumë prioritet turizmi elitar. A ekziston një rrezik që mund të ngjerret në planin e turizmi bazik, mbrojtja e natyrës dhe udhërim qëndrueshëm dhe ku shikoni ju një shqiptar i zakonshëm në këtë zhvillim, e shikoni si një forcë pulle për investorët strategjik të firmoj, apo si një qytetar që ka të drejtën të përdor dhe ta gëzoj asetet natyrore dhe infrastrukturore? Kjo është çështje ekuilibri. E para, e dyta, unë besoj që nga investimet që synojnë turizmin e konsumit lart përfiton gjatë gjithë shoqëria, sepse vinë të ardhurat larta. Shembulli më i thjeshtë i kësaj është Malizi. Malizi bë vendi që u shkëput në gjithë Ballkani në pala. Dhe ishte me diferencë të madhe deri ca vite më parë nga gjithë. Pse? Si eriti Malizi palat? Qa bëri Malizi? Malizi nuk përgnon kompjutera, nuk përgnon raketa, nuk përgnon grur që ja shet gjithë botës, nuk prodhon naftë. Malizi bëri disa investime të turizmit me konsumator të lartë, me konsum të lartë, që hedhën në Port of Montenegro, hedhën jatet, hedhën njerëzit që lanë në paraçit, dhe pati një të ardhur për vendin. E para, dyta, ne kemi një pafundësi zonash ku turizmi i natyrës do vazhdoj dhe nuk ka asnjë dyshim për të. Ndërkohë që në këto investimet që synojnë turizmin me konsum të lartë, duhet të jemi edhe për përpiqjen të jemi të mundshëm që tjetë një zhvillim sa më miqësor me natyrën. Për nga tjetër potenciali është jashtëzakonshëm dhe eksperiencat pozitive po ashtu janë. Kështu që unë besoj që jemi deri tani në rrugën e duhur në këtë aspekt. Dhe për shembull, në rast se ne do të ecim dhe po ecim shumë mirë me investimin e madh në zonën e Zvërnecit dhe Sadanit. Aty po bëhet një punë e jashtëzakonshme për të pasur një investim sa më kompatibël me natyrën, por në rast se ai ndodh, vetëm investimi vet është 4-5 miliardë. Dhe pa llogaritur të ardhurat që do të vinë nga investimi edhe për në formë, jo vetëm në formën e qitë qarkullimit që të ndodhi, por duke llogaritur pastaj se kush
do blej, si do vinë, dhe aty fakt ne po bëjmë një plan ku do jetë për të gjitha moshat, për të gjitha kategoritë, nuk do jetë diçka super, do jetë pjesa super ekskluzive, po do jetë pjesa popullore. Pra, po përpiqemi, ose për shembull në Sazan projekti është shumë i përmbajtur, ka një intensitet ndërtimi shumë të ulët, ka shumë ambicie për të qenë një destinacion ku të ketë art, të ketë kulturë, të ketë një impakt me natyrë, më shumë se sa një impakt me një resort, që nuk është rasti këta. Besoj që po bëjmë një. Sepse kam një merak që mundet të përfundoj si jugun e Turqisë, prap me resorte ku qytetari thjesht nuk gëzon dot, asetet natyrore nuk gëzon dot të. Shiko, kjo është, nuk është tamam kështu, sepse në Turqi ka, në Turqi, bilet në Turqi, përveçërisht ka për gjitha nivelet, por në fund të ditës e vërteta është që ai turizëm i dha Turqisë një hop shumë të madh. Kështu që kjo është se nëse qytetari, nëse tonë do t'i bijmë strikt dhe do themi ok, nuk do zhvillojmë, por do qëndrojmë tek ata që vinë me çanta. Ok, por ama të ardhurat për të ndërtuar, të ardhurat për të mbështetur ekonominë familjare, ku do dalin? Sepse ne nuk jemi tash Marizi, nuk prodhon raketa, nuk prodhon kompjutera. Ne, patjetër, ne mund të kemi një bujqësi që prodhon dhe eksporton më shumë. Ne mund të kemi energji, patjetër dhe po ecim në këtë drejtim, besoj që do arrim objektivin që brenda dekadës të jemi eksportues neto të energjisë. Ne mund të kemi patjetër edhe manufakturë, sigurisht të avancojnë inovacionin, por në fund të ditës është një shtys shumë e fortë në të fazë. Kjo është që pyetje për mua. U e zallu pak, po të isha të them për toka tonë, se s'kemi problem me ligjin 7.5, s'kemi problem as me njërë tjerë më. A mund të ketë lloj ligjë që ose sështë, se të marrin toka tonë, ato që me pagojnë, shtëpia për tona? Paketa e madhe. Ata të tjerë që s'do kenë mundësi nga aplikojnë paketë e madhe. Të marrin? S'do kenë mundësi pse paketa e madhe nuk është vetëm për turizëm. Është edhe për një fermë, edhe për agropërpunim, pra në fund të ditës është për një investim patjetër. Nuk është thjesht sepse që të bësh një ligj, që të kesh një shtet me dy ligje për zonë ndryshme është e pamundur. Por besoj që gjëja do shkoj hap pas hapi në vend. Këta ishin të ftuarit e sotëm dhe besoj që ja vlente për të mësuar si shohin polakët Vlorën dhe Shqipërinë. Për të mësuar se deri në Lurë sot mund shkohet për një orë gjysmë. Dhe ndërkohë se në Shqipëri kemi një platformë të re për ata që merren me aktivitete dhe sportive dhe që duan ta ndajnë këtë gjë me të tjerë. Edhe për të mësuar për Curajn, Ebrën, Nika e Mërtullin, që është një vend prallor. Pra, kjo për mua ishte një bisedë interesante.